Shpejt, ma shpejt, koha po hec, nuk di, ndoshta puna teknologjisë, njerëz janë po devijojnë. Sa vjet që po shkojnë bashkë, po jetojnë faktikisht edhe në fund po dohen. Të ishin po ngihen dashni në fillim, ndoshta më kish pengu mu, po unë s'kisha dosht mi aprish pak fëmijë. Tash gjeneratat po tolerojnë shumë. Jashtë mose, diçka dhe që si me marë, ato që e donë, zemra që ta donë, jo, ato puna interesave, anës material. Mirë. Mirë po më dukesh, a? Mirë. Si ndonjëherë pleqnia. Pleqnia, Po. Për te asaj, duke shumë e vjetër ti. Po. Ai frikojsh pleqërisë, po qeta. Jo. Shumica i frikojnë pleqërisë, plakjes. Çka na vjen prej Zotit mirë se është. Mirë është. Me qëra fjalla këtë temë, sa e do njëtën, si person? E du në një mos normal. Në një mos. Sa dhe kanë mëjtën më të lumtura në jetën tuaj, e ndërëmë, që keni pas? Në jetën time, me njipa, me fëmijë, me lindje, me martesat fëmijëve, qashtë. Sa fëmijë keni? 3 fëmijë, 2 vajza, 1 djalë. Djalë në për asret? Po, A keni të martum? Kam po, 3 fëmijë ka. Po, faleminderit. Pak si për asret që u kanë maj veçanë familja, ka qenë maj përgre? Jo, ashtu shumë, jo, s'kemi po dallime. Që me një ki për prind që bëjnë dallime mes vajzës edhe djembe? Keq është. Keq, pambarësisht është keq se fëmija o fëmijë, sidos që tjetë gjinia nuk është me rëndësi. Ti, a ke përka ma shumë vajzën, a djembe, gjatë rrugtimit të rritjes? I kom përkra 3 njëjtë, s'kem bo dallime, si unë e si shoku, jo. S'kem bo dallime. Po tash normal, djalin pikin shpe, të ngohen vajzat janë martu, njipat, ata po të bojnë vetë munditi ma e lidhme me ta më konë. A thonë që kur po është gjyshe, i do njipat vesat ma shumë se fëmijët. E vërtet është, e vërtet, po. Ka njësi është me qenë gjyshe? Lumtunia ma e madhe, diçka ma, s'po di, ma e mira. Përjetimet ma të mira jonë me njipa, me fëmijë, me qashtë. Po veç kësaj që ki përjetu si gjyshe një diçka të lumtur që ki pas një të ndonde në moment, ose a ki pasu në një sfidë vështirë? Jo, s'kom pas momentet vështira asë njerë tjetës, po lumtuni, me prind, me familje, me qashtë. Dhe ka qenë përkraja ma e madhe, mbështetja që ki marrë për njerëzve, jetën tonë? S'po di, valla. Ose, sa ki pas mbështetjen e pashtortit tanë, masi që ka qenë rrugtari? Bol. Bashkë jem konë ton kohën, mirë kuptim kem pas njoni me tjetrin, që to bashkë punojmë, që to sende. Mirë kuptim, po flasë mirë kuptim. Faleminderit. Sa kanë mirë kuptim sot qiftet me zvejtë? Si ishte përgjithësi? Valla jo, nuk është si për para. Tash janë pak, diçka janë lasdru për mdo këtë rinia. Nuk është si për para që ka qenë. Respekti është ma i madh për para ka qenë se tash. Me gjithse, une probleme nuk kam asive që shëndinë për në opinion, s'po më pelqen as pak. Pse po ndonë që ka që shumë, kemi pas brenda një vitit, divorcet shumë ta, ka qenë një rekordi madhe numëri që e ndo, pse po ndonë? S'po muj me ditë ndoshta dhe vetë koha pi bën, është dinamika e jetës ma ndryshe, ma shpejt, koha po hec, nuk di, ndoshta puna teknologjisë, njerëz janë po devijojnë pak, e s'po mdoket me fëmija një telefon kur e ka në stop e mba ndorë, do me thonë aty s'ki qka shehti mirë diqka. A më që sot nuk po e lidhe një mirë një dashni në fillim? Në fillim? Është e shpejt? Pa i s'po di qësh me thonë, tash edhe dashnit ata tash edhe po bashkjetojnë me vitet tona edhe më fund po martohen, sendet po krejt po kryeve. Mbas sa vjetë që po shkojnë bashkë, po jetojnë faktikisht edhe më fund po dohen, po zdi qka është kjo punë. A e po kundër bashkëjetesës pare se më martë? Po. Une po. Je kundër? Po kundër jam, se qësh me thonë pleqë të ishin po ngihen dashni në fillim, mandej edhe qashtë. Po konsumohen? Po konsumohen. A të kish pengu që nëse djali ose vajza jote kish bashkjetu? Po tash në hap me kohën, si krejt që ka bojnë,
Do shta më kish pengu mu, po unë s'kisha dosht mi aprish pak fëmis. Me krejt. Po. Ai tolerante shumë për fëmijë kur Unë është na bie. si kem tolerua shumë, na, dy prend, si unë si shoku, mirë po, s'po di tash gjeneratat po tolerojnë shumë. Jashtë mose, diçka dhe që nuk shkon mo. S'ka është jashtë mosë, diçka që ty të pengon të gjeneratat. Po, veshja, shëtitjet, para kohë, krejt, s'po di, nuk di. Do të thonë një mesazh gjitha të rejave, Po, grave, vajzave, çfarë kishte Po. tani mesazh në këshill, i siguruar. Allah s'po di. Dhe me marë ato që e donë, zemra që ta donë ju, ato që puna interesave, ones materiale, shumë sende pikëqyrim. Ma mirë është kur e donë dikon me zemër edhe ato kryon mandej, mbas martesës sendet krejti kryon vetë. O bo interes? Dash interes o bo, po. Po. O bo interes. Kohën e fundit është interes. Qështë? Nderume, të roj më të mira. Ishte Faleminderit, shumë knatësi, faleminderit. shëndet uroj ty. Faleminderit shumë.